Goditet në mëngjes mes qepar nga bashkëshorti, ngjarja e rënd në Vlorë, dhunohet 61 vjeçaria. Një ngjarje dhune në familje është regjistruar në orët e para të ditës së sotme në zonën e ujit të ftohtë në Vlorë. Sipas të dhënave paraprake, një çift është konfliktuar ndërsa bashkëshorti dyshohet se ka goditur bashkëshorte 61 vjeç me një mjet prerës tip SPAT në pjesën e ballit. Ajo u transportua menjëherë drejt Spitalit Rajonal të Vlorës ku po merr ndihmë mjekësore. Sipas mjekëve, gjendja e saj është stabilizuar dhe ajo ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Dëmtimet janë raportuar si sipërfaqësore kryesisht në pjesën e ballit, ndërkohë policia po shoqëron bashkëshortin dhe po merr deklarimet e tij, ndërsa po merret në pyetje edhe e dhunuara me qëllim zbardhjen e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të këtij konflikti.